Mëshira e Zotit është më e madhe sa hidhrimi i tij. O biri i Ademit, nëse gjunat e tua arrin kupën e qiellit dhe ti kërkon falje, do të fal. E s'du t'ja di për atë që ke boti. O biri i Ademit, nëse më takon ditën e Kiametit dhe ke bërë gjuna, sa peshon toka, ama në ke taku duke mos më bosh shok, do të fal. Do ta jap sa peshon toka sevap dhe mirësi. Për këtë arsye ne themi nuk ka asnjëherë në jetën e besimtarit hapësirë për të humbur shpresat. Kurrë. Për këtë arsye, nëse gabon pendohu. Për këtë arsye meleku kur gabon njeriu, ja shkruan më një herë apo i lën afat. Sa ja lën afatin? Sa orë? 6 orë. Thot kur njeriu bën një gjuna dhe merr meleku, engjëlli, me ja shkruajt i thot ky tjetri, thot prit. Thot pse? Prit thot se ndoshta pendohet. Dhe pret 6 orë, nuk ta shkruaj. Nëse kalojnë 6 orë dhe ty stjellohesh, atëherë ai e shkruan gjunaun tënd. Ka hapësirë tjetër, po ka hapësirë tjetër. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu e zgjat dorën e tij natën që të pendohen ato që kanë bërë gjunahe ditën. Dhe Allahu e zgjat dorën e tij ditën për të bërë pendim ata që kanë bërë gjunahe natën. Pra nga 6 orë sa shkoi? 12 orë. Nëse kalon dhe 12 orë dhe njeriu nuk pendohet, në përgjithësi ata që kanë iman dhe besim nuk e kalojnë kurrë 12 orë. Në përgjithësi, sepse nuk e lën meleku brenda vetes vet, nuk e lën, ke bo, e han vetja vet, derisa në një moment thotë sot më fal dhe reflekton. Po nëse kalon, e zejnë për shembull, është aq rond sa që sinjalin e melekut nuk e kap, ju ka prish antena. S'kap. Thot ka hapësirë deri kur? Thot ka hapësirë deri në çdo moment që ai pendohet tek Allahu xhel xelalu. Sikur nesër mas një javë, mas 2 javë, deri kur? Derisa si ka ardhur shpirti në fyt ose derisa s'ka lind dielli nga perëndimi.